E mbrëma, kam një qef shumë të madh se këta hajdutë të rilindjes jam mësuar numërojnë lekët, numërojnë njerëzit kështu si bakti, si copë, edhe vinë edhe me ato dronët e qelbur të këtyre që jetojnë me paret e vjedhura tona dhe që bëjnë media, na numërojnë në shesh. Dhe ditë pas dite, duke na numëruar, jam përpjekur të thonë që po shuhet protesta, ra protesta e kështu me radhë. Shikoni çik. Unë këtu jam, urdhone te kullat. Shikoni njerëzit këtej. Tani shikoni pak popullin. Ka dalë secili për qef të vet, secili është në qytetarinë e vet, sepse ju kam thënë dhe vazhdoj të qëndroj faktit që kjo është protestë e qytetarisë dhe leoni shpjegoj një gjë se ata që u djeg kjo punë thonë po mirë po ne fshatarët. Fshatar nuk do të thotë ku ke lindur. As qytetar. Pra mund të kesh lindur në Paris po nuk ke qytetari dhe mund të ketë lindur në Mat një mali dhe qytetar sepse ti mënyrën e sjelljes dhe organizimit në shoqëri. Dhe këtu jemi me qytetar. Shikoni mbas meje. Shikoni, urdhoni. Urdhë. Dhe kam kaluar dy kullat. Ka nga të gjitha dhe nga të gjithë. Nuk e di a ka problem me dëgjimin me zërin. Por pjesëmarrja është jo vetëm masive, por ajo që më pëlqeu se kam qenë villin protestës tu, në përgjithësi ka artikulim shumë të, po themi, artikulim shumë të sakt për problemet. Rama u përpoq që të natërishtë në kurthin e ti të Zvërnecit, të Trumpit, që ishte një kurth Soros për tyrë ne në betejat amerikane. Në fakt populli që ka dalë këtu, ka dalë për hale dhe për problemet e veta. Dhe populli ka dalë me radhë parë. Klasa e vjetër, establishmenti vjetër të largohet. 2. Ndalohet soptimi i Shqipërisë. 3. Të kemi Shqipërinë që duam. Pra, Shqipërinë që duam do thotë Shqipërinë demokratike, Shqipërinë me rregullat e tregut dhe natyrisht Shqipërinë e shqiptarëve. Kështu që sot këto gjëren artikuluar dhe artikuluar fort. Ky popull po e kthe edhe një herë. Ky popull që shikoni këtu sot ka dëgjuar fjalime dhe artikulime fantastike dhe është në shesh i bindur unik. Rama duhet ikësh. Nuk ke rrugë tjetër, duhet ikësh. Ose do të teqe, mos nuk është ai problemi i madh, po mirë është që të ikësh me të mirë. Ju dua fort, faleminderit që më ndoqët. Bashkim, organizim, rezistencë. Fundi i keqes duket në fund tunelit.